Ledion Lico ka surprizuar publikun shqiptar me një njoftim që askush nuk e priste. Në një transmetim të shkurtër dhe të papritur, moderatori i njohur ka zbuluar se sezoni i ri, Big Brother VIP 5, do të nisë zyrtarisht në muajin dhjetor, duke tronditur rrjetet sociale dhe fansat e reality show-t më të ndjekur në vend. Sipas Ledionit, produksioni ka punuar prej muajsh në fshetësi të plot për të sjellë një edicion më të fuqishëm, më të madh dhe më inovativ se të gjithë sezonet pararendëse. Ai u shpreh se këtë vit shtëpia do të jetë totalisht e rindërtuar, me teknologji të reja, me misione më të forta dhe me rregulla që do t'i bëjnë banorët të testojnë çdo limit të tyre. Ky paralajmërim mjaftoi që fansat të shpërthenin në komente, duke e kërkuar më shumë detaje për formatin e ri. Ledioni theksoi se arsyeja pse vendosën ta nisin në dhjetor lidhet me dëshirën për të krijuar një sezon festiv, ku atmosfera e festave do të përzihet me emocionet, intrigat dhe lojën brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Ai u shpreh: publiku do të hyjë në fest me Big Brotherin dhe banorët do të përballen me surpriza që nuk i kanë parë kurrë më parë. Dhjetori do të jetë zyrtarisht muaji i Big Brother VIP. Ndërkohë, ajo që ka ndezur më shumë kurreshtjen e publikut është fakti se Ledioni nuk zbuloi ende emrat e banorëve, por garantoi se lista është bomba e vërtet dhe se këtë vit gara do të jetë shumë më konkurruese. Ai premtoi se do të ketë figura nga televizioni, muzika, sporti, bota e biznesit dhe disa personazhe që, siç tha ai vet, askush nuk i mendon, por të gjithë i duan në ekran. Njoftimi i Ledion Liços tashmë është kthyer në temën kryesore të ditës në rrjetet sociale. Faqet e showbizit, grupet e fansave dhe komentuesit janë vënë në lëvizje, duke spekuluar për banorët, formatin dhe surprizat që po vijnë. Një gjë është e sigurt, dhjetori do të sjellë shpërthimin e Big Brother VIP Kes dhe me Ledionin si figurën kryesore që ndes kuriozitetin, pritshmëritë janë më të larta se kur.